Data 16 maj. Numrat. Kapitulli 25. Ndërsa Izraeli ndodhej në shitim, populli filloi të shthuret me bijat e Moabit. Ato e ftuan popullin të kryej flijime për perënditë e tyre, dhe populli hëngri dhe ra përmbys përpara perëndive të tyre. Kështu Izraeli u bashkua me Baal Peorin, dhe zemërimi i Zotit u ndez kundër Izraelit. Pastaj Zoti i tha Mojsiut: "Merr të gjithë krerët e popullit, vriti e vari para Zotit përjashta në diell, me qëllim që zemërimi i zjarrt i Zotit të largohet nga Izraeli." Kështu u foli Mojsiu gjykatësve të Izraelit: "Secili nga ju të vras ata njerëz të tij që janë bashkuar me Baal Peorin." Dhe ja që një nga bijtë e Izraelit erdhi dhe u paraqiti vëllezërve të tij një grua Midianite, para syve të Mojsiut dhe tërë asamblesë së bijve të Izraelit, ndërsa këta po qanin në hyrjen e çadrës së mbledhjes. Duke parë këtë skenë, Fineasi, biri i Eleazarit, që ishte biri i priftit Aron, u ngrit në mes të asamblesë dhe mori në dorë një shtizë. Ndoqi pastaj burrin e Izraelit në alkovën e tij dhe i shpoi që të dy, burrin e Izraelit dhe gruan, në pjesën e poshtme të barkut. Kështu u ndal fatkeqësia në mes të bijve të Izraelit. Nga kjo fatkeqësi vdiqën 24.000 veta. Atëherë Zoti i foli Mojsiut duke i thënë: "Fineasi, biri i Eleazarit, që është biri i priftit Aron, e largoi zemërimin tim nga bijtë e Izraelit, sepse ai ishte i frymzuar nga pojo xhelozi imja. Kështu në xhelozin time nuk i kam shfarosur bijtë e Izraelit. Prandaj i thuaj: ja, unë po lidh një aleancë paqeje me të, që do të jetë për të dhe për pasardhësit pas tij beslidhja një priftërie të përjetshme, sepse është treguar i zellshëm për perëndinë e tij dhe ka kryer shlyerjen e fajit për bijtë e Izraelit." Burri i Izraelit, që u vra bashkë me gruan Midianite, quhej Zimri, biri i Salut, i pari një shtëpie patriarkale të Simeonitëve, dhe gruaja që u vra, Midianitja, quhej Kozbi, bie e Curit, që ishte i pari një shtëpie patriarkale në Midian. Pastaj Zoti foli Mojsiut duke i thënë: "Bjeruni Midianitëve dhe i sulmoni, sepse ju kanë rënë më qafë me dredhitë e tyre dhe ju kanë mashtruar në rastin e Peorit dhe në atë të Kozbit, bie një princit të Midianit, motër e tyre, që u vra ditën e fatkeqësisë për çështjen e Peorit." Psalmi 68. Perëndia u qoftë dhe u shpërndafshin armiqtë e tij, dhe ata që urrejnë ikshin para tij. Ti do t'i shpërndash ashtu si davaritet tymi, ashtu si shkrihet dylli para zjarrit, kështu do të vdesin pabeset përpara Perëndisë. Por të drejtët do të gëzohen, do të ngazëllohen përpara Perëndisë dhe do të galdojnë me këngë gëzimi. Këndojni Perëndisë, këndojni lavdë e emrit të tij. Përgatitni rrugën atij që kalon me kal në shkretë të tir, emri i tij është Zoti. Ngazëlloni para tij. Perëndia në banesën e tij të shenjtë është babai i jetimëve dhe mbrojtësi të vejave. Perëndia bën që i vetmuarit të banojnë në një familje, që liron të burgosurit dhe siguron begatin, por rebelët mbeten në tokë të djegur. O Perëndi, kur dole përpara popullit tënd, kur marshovën nëpër shkretë të tir, toka u drodh, edhe qejtë lëshuan ujë në praninë të Perëndisë, vetë Sinai u drodh në praninë të Perëndisë, Perëndisë të Izraelit. Ti ke derdhur një shi të bollshëm, o Perëndi, dhe i ke dhënë përsëri fuqi trashëgimisë sate. Kopëja jote gjeti një banesë, dhe në mirësinë tënde, o Perëndi, e kujdesur për të varfrit. Zoti shpalli fjalën dhe i madh ishte numri atyre që e kanë shpallur. Mbretërit e ushtrive ikin me ngut, ndërsa kush ka mbetur në shtëpi ndan plaçkën. Edhe pse keni mbetur për të pushuar ndër vatha, ju jeni si krahët e pëllumbeshës të mbuluara me argjend dhe si pendet e saj të arta që shkëlqejnë. Kur i plot fuqishmi i shpërndau mbretërit në vend, Salmoni u mbulua me borë. Një mali Perëndisë është mali i Bashanit, një mal me shumë maja është mali i Bashanit. O male me shumë maja, pse shikoni me zili malin që Perëndia ka zgjedhur për banesë të tij? Po Zoti do të banojë atje për jetë. Sherrët e Perëndisë janë një mori, mira e mira. Zoti është midis tyre ashtu si në Sinai, në shenjtërinë e tij. Ti je ngjitur lart, ke burgosur robërinë, ke marrë dhurata nga njerëzit edhe nga rebelët, me qëllim që ti, o Zot Perëndi, të mund të qëndrosh atje. I bekuar qoftë Zoti që për ditë mbart barrat tona. Ai është Perëndia i shpëtimit ton. Perëndia është për ne, Perëndia që çliron, dhe Zotit i përket çlirimi nga vdekja. Po, Perëndia do të shtyp kokën e armiqve të tij, kokën me flokë të gjata të atij që ecën në mëkatet e tij. Zoti ka thënë: do t'i kthej nga Bashani, do t'i kthej nga humnerat e detit me qëllim që ti të dormosh armiqtë e tu
duke futur thellë këmbën tënde në gjakun e tyre dhe gjuha e qenëve të tu të ketë pjesën që i takon. Ata kanë parë varganin tënd, o Perëndi, varganin e Perëndis tim, me mbretit tim në shenjtërore. Këngëtarët ecnin përpara, ata që u binin veglave vinin në fund, dhe në mes qëndronin vajzat që u binin dajreve. Bekoni Perëndin në kuvendet, bekoni Zotin ju që jeni nga gura e Izraelit. Ja Benjamini me i vogli, por udhëheqësi i tyre, princat e Judës me trupat e tyre, princat e Zabulonit, princat e Neftalit, Perëndia yt ka vendosur forcën tënde. Forco, Perëndi, sa ke bërë për ne. Për shkak të popullit tënd në Jeruzalem, mbretërit do të sjellin dhurata. Shaj kafshën e kallamishteve, tufën e demave me viçat e popujve derisa të poshtrohen duke sjellë shufra argjendi. Shpërndaj popujt që kënaqen duke bërë luftë. Nga Egjipti do të sjellin metal që shkëlqen, Etiopia do të nxitojë të shtri Perëndis duart e saj. O mbretëri të tokës, këndojini Perëndis, këndojini lavdë Zotit, atij që shkon me kal mbi qiej të qiejve të përjetshëm, ai që nxjerr zërin e tij, një zë të fuqishëm. Pranoni fuqinë e Perëndis, madhështia e tij qëndron mbi Izraelin dhe fuqia e tij është në qiejt. O Perëndi, ti je i tmerrshëm nga shenjtëroria jote. Perëndia e Izraelit është ai që jep forcë dhe fuqi popullit. I bekuar qoftë Perëndia. Isaia, kapitulli 15. Profecia mbi Moabin. Ar Moabi është shkretuar natën dhe është shkatëruar. Po, Kir Moabi është shkretuar natën dhe është shkatëruar. Është ngjitur në tempull dhe në Didon, në vendet e larta për të qarë. Moabi ngren një vajtim për Nebin dhe Medebën. Të gjitha kokat janë rruar, të gjitha mjekrat janë prerë. Në rrugët e tij ata vishen me thas, mbi qatit dhe në sheshe gjithkush ankohet dhe qan me të madhe. Heshboni dhe Elealehu këllthasin. Klithma e tyre dëgjohet deri në Jahac. Prandaj luftëtarët e Moabit nxjerrin klithma dhe mbjeje. Shpirti i tij drithërohet. Zemra ime vajton për Moabin, të ikurit e të cilit arrin deri në Coar, si një mëshqer 3 vjeçare. Po, ata e marrin duke qartë për pjetën e Luhithit dhe nxjerrin britma shkatërrimi në rrugën e Horonaimit, sepse ujrat e nimrimit janë një shkretim, pari është i tharë, bari i njomër zhdukur, nuk gjelbëron më asgjë. Prandaj pasuritë që i kanë grumbulluar dhe gjëra që kanë mbledhur i çojnë matan për rroj të shelgjeve. Britmat jahojnë në përgjith territorin e Moabit, klithmat e tij arrin deri në Eglaim, klithma e tij arrin deri në Berelim. Ujrat e Dimonit janë plot me gjak, sepse do t'i shkaktoj Dimonit të këqija të tjera. Një luan për ata që shpëtuan nga Moabi dhe për ata që kanë mbetur në vend. 1 Pjetrit, kapitulli 3. Gjithashtu, dhe ju gra nënshtrojuni burrave tuaj, që edhe nëse disa nuk i binen fjalës, të fitojnë pa fjalë nga sjellja e grave të tyre, kur të shohin sjelljen tuaj të lirë dhe me frikë. Stolisja juaj të mos jetë e jashtme, ajo e të gërshetuarit të flokëve, e të varrurit të stolive të arta, atë veshurit të rrobave luksoze. Por njeriu i fshehur i zemrës, stolisur me paprishjen e frymës së butë dhe të qetë, i cili është shumë i çmuar përpara Perëndis. Sepse kështu stoliseshin dikur edhe gratë e shenjta që shpresonin në Perëndin, duke ju nënshtruar burrave të tyre, si Sara, që i bindej Abrahamit duke i quajtur Zot. Bija të saj ju jeni në qoftë se bëni mirë dhe nuk trembini nga ndonjë tmerr. Ju burra gjithashtu, jetoni me dituri me gratë tuaja, si enmë e dobët, duke u dhënë nder, sepse edhe ato janë bashkëtrashëgimtarë të hirit të jetës, që të mos pengohen lutjet tuaja. Dhe më në fund, jini të gjithë një mendje, të dhemshur, plot dashuri vllazërore, të përdëllueshëm dhe dashamirës, pa e kthyer të keqen me të keqe ose fyerjen me fyerje. Po përkundrazi, bekoni duke e ditur se për këtë u thirrët, që të trashëgoni bekimin. Sepse kush do ta dojë jetën dhe të shohë ditë të mira, le ta ruaj gojen e tij nga e keqja dhe buzët e tij nga të folurit mashtrim. Të largohet nga e keqja dhe të bëjë të mirën, të kërkojë paqen dhe t'i bjerë pas asaj, sepse sytë e Zotit janë mbi të drejtët dhe veshët e tij janë në lutjen e tyre, por fytyra e Zotit është kundër atyre që bëjnë të keqen. Dhe kush do t'ju bëjë keq në qoftë se ju imitoni të mirën? Por edhe sikur të vuani për drejtësinë, lum ju. Pra mos kini asnjë druajtje prej tyre dhe mos u shqetësoni. Madje shenjtëroni Zotin Perëndin në zemrat tuaja
por jeni gjithnjë gati për mbrojtje ndaj kujtdo që ju kërkon fjalë për shpresën që është në ju, por me butësi e me drujtje, duke pasur ndërgjegje të mirë që në ata që ju përflasin si keqbërës të turpërohen ata që fyejnë sjelljen tuaj të mirë në Krishtin. Sepse është më mirë nëse është i tillë vullneti i Perëndisë të vuani duke bërë mirë se sa duke bërë keq, sepse edhe Krishti ka vuajtur një herë për mëkatet, i drejti për të padrejtët, për të na çuar te Perëndia. U vra sipas mishit, por u ngjall me anë të frymës, me anë të cilit ai shkoi tu predikoi frymrave që ishin në burg, që dikur nuk bindeshin, dikur kur zemra i gjerë e Perëndisë i priste në ditët e Noeut, ndërsa po ndërtoi arka në të cilën pak gjithsej 8 shpirtra shpëtuan nëpërmjet ujit, si kundërformë e kësaj pagëzimi. Na shpëton tani edhe ne, jo heqja e ndyrësisë së mishit, po kërkesa për një ndërgjegje të mirë ndaj Perëndisë nëpërmjet ringjalljes së Jezu Krishtit, i cili shkoi në qiell dhe është në të djathtë të Perëndisë, mbasi janë nënshtruar ëngjëj, pushtete dhe fuqi.